Imam Tahawi, Allah më shiroft, në vazhdim të vargjeve të akides së tij, duke na treguar për cilësitë e Allahut Madhëruar dhe se ato janë të hershme pa fillim, siç është edhe vetja e tij, na shton edhe një argument tjetër në lidhje me këtë çështje dhe thotë: "Wa kullu amrin alayhi yasir", që do të thotë çdo çështje në lidhje me Allahun Madhëruar është e lehtë. Pra, nuk ka asnjë arsye që cilësitë e Allahut Madhëruar të mos e shoqërojnë atë në çdo moment, sepse nuk ka gjë të vështirë në lidhje me të, dhe ky është interpretim i fjalës së Allahut Madhëruar në surën Yasin, ku thotë: "Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun", që do të thotë urdhri i Allahut Madhëruar për diçka, kur ai do që ajo të bëhet, është i thotë bëhu dhe ajo me njëherë bëhet. Pra, asgjë nga çështjet e kësaj bote të krijuar prej Allahut Madhëruar, qoftë ajo risk, apo krijim, apo lindje, apo vdekje, apo ringjallje, apo udhëzim, apo humbje, apo çdo gjë tjetër prej aspekteve që kanë lidhje me krijesat, asgjë prej tyre nuk është e vështirë për të, por që të gjitha janë të lehta, dhe se zbatimi i tyre pas urdhit të Allahut Madhëruar është më i shpejtë se sa hap dhe mbyll syt, dhe prandaj thot Allahu Madhëruar, veç se i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet, dhe kjo për shkak se Allahu Madhëruar nuk ka nevojë të vënohet për të menduar dhe as të vënohet për të përgatitur, sepse dija e tij për gjërat që ai do të bëjë është e plotë, dhe po ashtu edhe fuqia e tij në lidhje me to. Dhe me këtë ajet shpesh herë këshilluesit dhe ligjëruesit ngushëllonin njëri tjetrin, apo ngushëllonin njerëzit dhe u jepnin atyre durim, duke u thënë: "Idha abta alayka al-faraj fa'lam anna Allah lam yaqul lahu ba'd kun fayakun", që do të thotë kur të vënohet ndonjëherë lehtësimi i ndonjë gjëje apo ndihma e Allahut, atëherë dije se Allahu Madhëruar nuk e ka thënë asaj akoma bëhu që ajo të bëhet.